rikthyer në këtë transmetim maraton, ekranin e Vision Plus, na është bashkuar Dashnor Sula, deputeti i Partisë Demokratike deri në shtator, në fillim shtatorin e këtij viti. Zoti Dash Sula, mirëmbrëma, faleminderit shumë që na bashkohesh në këtë maraton. Dhe Mirgen Qiraxhi nga Qendresa Qytetare, Mirgen, faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju. Që na bashkohesh. Zoti Sula, si ishte dita sot? Si e ndoqë procesin? U angazhove? Unë kam gjatë gjithë se kohë, mbas 20 vitesh politik, kam pas relax total, dhe nuk jam marrë fare me angazhim. Kishe emocion? Ka qenë brenda ati gardit familjarët, familjes sime, me punët e mia, zero emocion. Sepse nuk kam si të kem emocion, sepse fundi më shëllë një perde ime që unë isha më i politizuar se ç'duhej. Dhe kam pa me shumë qetësi, edhe garën, kam pa me shumë qetësi edhe mënyrën se si ka shku zgjedhjet, dhe ndonjëherë edhe nuk kam hapur as portalet as për të lexuar, edhe vetëm darkët para se ç'trisha shikoj në një material. S'kam qenë interesuar. Jo sepse ishte problemi im personal, por duke patur parasysh çfarë ndodhi në partinë time, që me keqardhje e them, që nuk pati atë çka do duhet, ishte normale që të bëhet të mundur rotacioni, që ishte i domosdoshëm. Ju mendoni që e ka të pamundur rotacionin? Pamundur tash çatë. Dgjoj, unë në jetën time politike kam qenë shumë i kujdesshëm që mos bëj pashtrime as të familjarëve të mi, as simpatizantëve të mi, as bashkëpunëtorëve të mi, as demokratëve të mi. Çfarë penalizon për rotacion? Dhe pikërisht, ne kam pasur rezultatet gjithmonë, sepse kam qenë drejt për drejt, dhe kam thonë gjithmonë që një politikan nëse mendon që 4 vite të flej gjumë në parlament, ai që është deputet apo politikan tjetër, dhe vetë 3 muaj të fundit për të marrë zgjedhjet, për të fituar zgjedhjet, është parimi që do të punosh 4 vjet për qytetarët e tij, për simpatizantët tuaj, për mbështetësit tuaj, dhe ato pastaj 3 muaj të punojnë për ty. Jo e kundërta të cilit ndodh shpesh rëndom në politik, apo që nuk e hapin telefonin, apo që nuk i përgjigjen në hallë problemet e tyre, apo që flenë gjumë parlament, apo që pi rakin kur i thonë aty dhe pin pura, edhe ikën bëjnë udhëtime jashtë shtetit, zgjon ora 2. Janë shumë gjëra të cilat një politikan po do ta bësh edhe punën, kam thënë shpeshherë që dëgjoj, të duam të jenë edhe politikan, edhe gangster, edhe hajdut dhe të pamoralshëm. Të gjitha nuk bëhen, dhe heq dorën e kësaj gjëra. Bën jetën tënde private, pastaj bëj çfarë dush, fitohe, maj dashura, bëj çfarë dush. Sa përqind janë këta? Dgjoj, fatkeqësisht po përdor me që më merrem me blegtori tash, dhe shikoj ndonjëherë është puna asaj që një sa përqind që mbajnë dashur. Është një gazan Sa përqind që janë moral. Ne është puna asaj ku si qumshit që kur mbjell lopën që një pikë zezë, aty ajo ta prish me konfigurimin të vret syrën. Mos thuaj më që po merrem me fermë se do të ftojnë te ferma. Patjetër që po merrem. Do të kërkojnë aty si fermë. Ishin para javën e kaluar, ngjenë shumë të kënaqur përfaqësues fermës VIP, disa persona dhe kërkuan edhe humanitën me atë në kuptimin që punojnë njerëzit, edhe gjë e mirë. Unë jam patriot, edhe do të vdes në vendin tim ku kam rënë koka, edhe ty do të mbyllë syt. Edhe mundom që të punoj, edhe të jap me bash familjen, e kam me djerës, me gjak, kam 20 vjet politik, s'jam përgojuar për një aferë, sepse nuk çelën gjë mos socialistë pa miqit. Me ka bë atë skanerin e rezonancën. Sa del qarku Elbasanit në vështrimin tuaj? Dgjoj. Qarku Elbasanit, për mua, qarku Tirana dhe Elbasani ka problemet më të mëdha në mos përfaqësimin. Jo s'është Besarti këtu. Respekt maksimal për Besartin, respekt maksimal për Belin Kliçin, respekt maksimal për disa figura të reja, Ilir Alimetin, Juridën dhe figura tjera, por nuk mund të vazhdosh të rikthehesh që të bësh sfidantit, sepse sfidanti ka detyrë më të vështirë se sa ai që është mbështet, që të rikthesh galloshe apo personat të cilët 2021-shin i ka përbuzë qytetarë shqiptarë, sepse në fundit vota preferenciale 2021-shin pat një tregues shumë të rëndësishëm, që kë mbështesin qytetarët. Dhe tani u bë një bunkerizim nëpër listat e mbyllura për Tiranën, që për mua Tiranën e kanë masakruar me listën, dhe Elbasanin, që është hera parë për 35 vite, që në listën e mbyllur nuk ka përfaqësim nga 7 bashki, 6 bashki janë të papërfaqësuara. Në një kohë dhe komuniteti i krishterë, që është ortodoks dhe katolik, dhe rëndom që gjuhën popullore Çopet tek lagja Shënkoll dhe tek poshtë Hekuruz, që ka qenë doktoresh Zheni Gjegji që përfaqësonte, dhe përfaqësimi Kalas, brenda Kalasit ka qenë figura shumë të rëndësishme, dhe kanë dhënë kontribut në Partinë Demokratike dhe ka qenë figura shumë të lartë që nga koha e pavarësisë, koha e Turqisë, Elbasani edhe papërfaqësuar. Në një kohë që nga 7 bashki 6 janë papërfaqësuar, Peqini, Beqi, Cariku, Gramshi dhe Fresi, në një kohë që të gjithë lista mbyllur janë vetëm Elbasani. Në një kohë që edhe merret listës mbyllur ka figura dhe emra të cilët nuk përfaqësojnë asgjë ose janë figura të kontestuara nga qytetarët. Dhe unë e kam bindje, dhe po ju them që bashkia Peqin, Beq, Sarrikë dhe Gramshi, të cilët unë do të mburoj ato 4 bashki, jo se do fitonte Partia Demokratike, jo se do të fitoja unë,
Po kishin ngritur një strukturë, gjithë bashkëpunëtorët, me gjithë punët, me gjithë gjërat, pa them edhe këtu, keni parasysh që edhe ajo vjedhje që ndodhi me zyrën e Partisë Demokratike të Carrikut, ka qenë sponsorizimi imi, të gjithë materialet e mia ishin me kompjutra, me fotokopje, me printera, me gjithë që i votën. Pra i kam quar unë personalisht, edhe që rahat e zyre pagoj unë, pa të rregulluar gjërat shumë mirë, pa të ngritur një strukturë shumë të fuqishme që të punoja. U zbulua se kush i vodhi? Po u kap personit që të ashtu, biles gjua që përdori një kolega aty, ishe gjuhë shumë rëndop, që akuzoj, që sigurisht kështë vjetë Partia Socialiste, që bollik me okë, këta nuk dhjetë dhe kur flasin. Po një hajdut, se ka dhe njërës mitoman e tjera që bëjnë veprimet e tjera, ka nevoj për cigara shashi, sigurisht e lek, e kuptoj këtë gjë. Por ema, ka një gjë, po ju them që Bashkia Peqin, Beq, Sarrik dhe Gramsh, rezultati do t'jetë mbi dis 10 deri 12.000 vota Bashkia, më falë, Partia Demokratike në një kohë që... Në mandate, të përkëtyra në mandate. Do ta shpjegoj. Do prodhonte një mandat për këtë. Në ndërkohë që në gjithë qarkun, Partia Demokratike nuk kalon 25 deri në 50.000 vota. Dhe në prodhim të mandateve, do jetë i 5 do të rrim me panallona në përkam i qarkut të Elbasanit. Dhe 9 në 5 nuk e ndaj do që t'i marrë të 9 Partia Socialiste, apo do i marrë një parti të vogël, mund të ndodhe dhe kjo, por që Partia Demokratike nuk e kalon do të numrin 5 të mandateve në Elbasan dhe i 5 do të rrim me panallona në përkam. Në një kohë që më fakt nëse ju do ishit në listë se sa do shkonte rezultati? Do ta them këtë. Të garantoj që tisha unë, Zheni Gjegji, doktoresha, nuk po them për njëri tjetër më emra të tjerë, po sepse nuk mund të ishin dot të gjithë, por të garantoj që ne do ishin 8-6 i sigurt. Kjo, pse? Sepse rezultati 4 bashkive të cilët do mbuloja unë me bashkëpunëtorët e mi, në rezultat do ishte diferenca midis PS dhe PD, që unë prapë nuk e njeh, do ta fitote PS, pa diskutim, por nuk do kaloshin 3.000 vota diferenca deri në 3.500. Ndërsa tash rreziku është në 8-10.000 vota diferenca në këto 4 bashki. Do të të pyes se do shkoj Elbasani sipas pritshmërive tuaja, po duhet shkoj një herë tek Ermal Qorri, i cili është edhe një herë në Parkun Olimpik. Ermal, përshëndetje edhe një herë. Cilat janë të dhënat e tjera që kemi? Po, qarku i Korçës është pikërisht qarku i cili ka nisur, po them, punën këtu në Parkun Olimpik sa i takon numërimit të votave të diasporës. Bëhet fjalë për 16.000 vota të mundshme nga 20.600 vota, po them kështu, nga ato që ishin regjistruar më herë. Pra gati 20.000 votues nga jashtë ishin regjistruar pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ndërsa 16.000 vota kanë bërritur dhe tani më sapo ka nisur dhe procesi i numërimit. Kjo edhe si rrjedhojë dakordësisë së bërë që kur nis numërimi në njëri qark të nis zyrtarisht edhe në Tiranë sa i takon votave të diasporës në raport me ato qark që kanë bërritur. Aktualisht jemi duke folur, sigurisht që janë momentet e para, nuk ka ende po themi kështu ndonjë numër konkret që mund t'i referohemi, por nga momenti në moment mund të kemi edhe detajet e kësaj natyre. Ndërsa qarku i dytë që po bëhet gati në këtë çast është pikërisht qarku i Kukësit. Nëse e shohim sikur se bëhet edhe njoftimi në këtë çast, fillon pikërisht numërimi për qarkun Kukës për votat e diasporës, edhe operatori na ndihmon në këtë moment me pamjet, ku padyshim do të jetë në mënyrë transparente gjithçka që ndodh këtu, ku të gjitha votat që numërohen kalojnë padyshim në kamerë, në monitor dhe nga vëzhguesit të cilën janë përballë për t'i monitoruar. Janë këto dy qarqet e para të cilat kanë nisur zyrtarisht procesi i numërimit të votave të diasporës, ndërsa sa i takon Korçës, sikurse theksova, janë rreth 16.300 vota të mbërritura që kanë nisur të numërohen nga ky moment për qarkun e Korçës, ndërsa për sa i përket qarkut të Kukësit, të shohim në këtë çast edhe me updatimin e fundit, janë rreth 2.896 vota të ardhur nga jashtë, nga 3.900 të tilla, të cilët më saktë ishin regjistruar më herët, mirë po gati 2.900 ose 2.900 të tilla po kanë bërritur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që po numërohen në këtë çast edhe nga stafi. Kjo është situata që paraqitet në këtë moment këtu në Parkun Olimpik, pasi është totalisht një punë e cila dedikohet, po themi kështu, stafit në raport me votën e diasporës. Këtu nuk ka asnjë kuti votimi që ka të bëjë me numërimin brenda vendit, pra ose me votimin e bërë më herët brenda vendit ose ndonjë KZAZ të mbërritur, ka të bëjë vetëm me diasporën. Ka përfaqësues të diasporës të dyja forcave politike të mëdha, gjithashtu ka qenë dhe kryekomisioneri Iliana Celibashi, i cili ka vëzhguar në këtë çast dhe gjithçka duket që do të vijojë qet të paktën për momentin. Në momentin e parë që do të kemi një problematikë apo diçka që përbën lajm dhe interes, patjetër që do ta raportojmë. Të falenderoj shumë Ermal për raportimin, ndërkohë kemi të dhëna të tjera nga Korça, është
Partia Socialiste, e cila ka 538 vota, kam përshtypjen se vazhdojmë sërish të jemi të hapje e kutisë të Pustecit, është Partia Demokratike që ka 302 vota, është Shqipëria Bëhet që ka 30 vota, Partia Mundësia 12 vota dhe Partia Social Demokrate 8 vota. Tani nuk e di nëse Mirgen mund të më ndihmosh dot, sepse kanë dalë disa gati 10 rezultate kutit të cilat janë numëruar në Bashkinë e Vorrës, e ka dalë rezultati aty, nuk di nëse më ndihmon dot për t'i llogaritur se si është ndarë vota, sepse unë do t'i lexoj në këto momente. Koalicioni për Partinë Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka marrë 42 vota, Partia Socialiste 124 vota. Nuk po i lexoj partitë e tjera se ka një numër të papërfillshëm votash. Kalojmë tek kutia e dytë. Koalicioni për Shqipërinë Madhështore, 31 vota, Partia Socialiste 98 vota. Kutia tjetër, në Vorë, jemi në Vorë. Partia Demokratike 56 vota, Partia Socialiste 79 vota. E radhës, 79 vota për Partinë Demokratike, 94 për Partinë Socialiste. Mos është i njëjti? është një rezultat, jo janë të ndryshme? Po, ma dhe invers. Oke, 78-94. Jo, është tjetër. Kjo është tjetër. është tjetër, oke. Shkojmë tek një kuti tjetër, 78-92. 78 për Partinë Demokratike, 92 për Partinë Socialiste. E radhës, 69 për Partinë Demokratike, 77 për Partinë Socialiste. Tu bie në sy që ka marrë Blendi Goçën 46 vota. Ndërkohë nga Partia Demokratike bie në sy... është popullor në Vorë, Blendi. Lorenza Hoxha. Lorenza Hoxha, ndjes. Kutia radhës 129 për Partinë Demokratike, 68 për Partinë Socialiste. Këtu është i katërt, po, Blendi Goçë, sërisht. Kalojmë në një tjetër kuti, 35 për Partinë Demokratike, 85 për Partinë Socialiste. 60 ka marrë Ermonela Felaj. Jo, Blendi Goçë vazhdon të merr edhe këtu, 68. Që nga më i votuari. Shumë i preferuar. Do garoj ndoshta për Bashkimin Vorë. Nuk ka garë në Bashkimin Vorë. 111 për Partinë Demokratike dhe ndërkohë Partia Socialiste nuk më del tek një flet tjetër. Nuk e di, ja një sekond. Është fituese Partia Demokratike. 74. 74 për Partinë Socialiste. Dhe e fundit në mos gaboj 129 për Partinë Demokratike, 68 për Partinë Socialiste. Efekt të kutim duket. Kjo kutim u tha. Kjo u tha. 99, 63 për Partinë Socialiste. Ishte e fundit. Nuk e di për të bërë një mbledhje më pas. Shiko, ka një problem me Vorën. Vora ishte një nga bashkitë që do kryente numërimin elektronik. Ne për numërimin elektronik kemi pasur gjithmonë letemi shpresa që do jetë mënyra se si do votohet në Shqipëri, ose ardhmja e mënyrës se si do votohet. Shtetet e Bashkuara po bën dekadë mënyra të votuarit elektronik dhe votimi elektronik na jep të ne tensionimin e gjithë kësaj historisë. U përplasën komisionerët, i erdhi gjumi, si erdhi gjumi, do ikin, do vend, do shkojnë vula, jo vula. Tani, unë jam i keqardhur, i revoltuar edhe denoncues se si ky proces shtyhet. A duhet të ndilte Komisioni Qendror i Zgjedhjeve më njëherë? Absolutisht jo. Kërkesat e partive politike për të shtyr apo mos shtyr numërimin, rezultatin, nuk duhet të jenë në dorë të tyre, e para. Unë e kuptoj që mund të ketë një prapavi që, shiko, me që kjo dele para do demotivoj qoftë njerin, qoftë tjetrin, po janë këto dy partitë... Që dëshira është kjo më? Ja, atë po them. Që është ligji? Këta funksiona, këta zotërin që kanë bërë ligjin dhe që kanë bërë këtë regulore, janë po të njëjtat parti politike. Këto parti politike nuk e menduan, tani kanë qenë duke pirë puro, kur vendosën këtë ligjin që votat e elektronike s'dalin shumë shpejt dhe edhe mund të demotivojnë ose të motivojnë. Ndërkohë që ka dalë një pjesë e madhe votave kanë dalë. Po do të kishin numërim elektronik gjithë Shqipërinë herë, më vazhdon. Nga ana tjetër, këtu janë shpenzuar para. Është e gabuar që është e miksuar
Diku Jo, që ka buar. diku elektronike. Gjithë Shqipëria elektronike. Je vetëm me vend në Europë, ti vazhdon ama. Po edhe pilotimi është dakordsuar, pra edhe pilotimi dhe miksimi nuk është se erdhi rufe në qell të hapur. Po partitë politike kanë rënë dakord për të pilotuar. Madje Partia Demokratike ka zvogluar hartën këtë radhë sepse kishte kërkesat e tyre. U hoqë Elbasani me Durrësin. Po. Tani nga ana tjetër këto janë para të shpenzuara. Ne kemi shpenzuar para për një sistem që nuk është i lirë. Sistemi elektronik është një sistem i shtrenjtë. Nuk ka kuptim që sistemi elektronik i cili ka të vetmin benefit marrjen e rezultatit me pas mbarimit të votimit, ne ta shtyme dhe ta çojmë në një ditë më vonë. Në qasjen tonë, po edhe në gjithë argumentat, qoftë edhe ligjor, kjo nuk duhet të ndodhte dhe duket e pa... është përgjegjësia e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve? Jo, para është përgjegjësia e KZ-s, sepse nuk ka pse të udhëhiqet absolutisht asnjë vendim i KZ-s, se KZ-ja ndërhyn kur ka shkelje të ligjit, kur ka një padrejtësi, kur ndodh një fenomen, në një kohë që s'ka ndodhur asgjë, por thjesht teka të politikës, të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, nëse bin dakord në heshtja për mënyrë tjetër. Dinamika ishte e tillë që partitë politike në një farë mënyrë ranë në një dakordsi, pra Partia Demokratike bëri kërkesën, duket që kishte një dakordsi të heshtur nga Partia Socialiste për ta mirëpritur. Ndërkohë KQZ-ja le të themi e ekzekutoi. Tani ne kemi këtë situatë në vendin tonë. Sistemi i administrimit të procesit votimi dhe numërimit është një proces i kompozuar politikisht, pra administrata është politike. Pavarësisht se ata janë të punësuar të KQZ-s, në fund ditës janë emra të servirur nga partitë në emdha të vendit. Në këtë kuptim kjo i bën me një përgjegjësi jashtëzakonisht të madhe partitë politike në radhë të parë, po sigurisht edhe KQZ-n që në mendimin tim, në qëndrimin tim, do duhet të tregonte një lloj stoicizmi për të respektuar ligjin edhe për të respektuar atë që është thelbi i votimit elektronik. Tani nëse ne të gjithë si shoqëri, nëse ne të gjithë si shoqëri kemi lobuar edhe kemi theksuar faktin që duhet kemi votim elektronik, nuk mundet që kjo të shbëhet. Më dhe në të vim në këtë pikë dhe themi shikone do votojmë elektronikisht, po do e marrim rezultatin vesh në bas. Po ka dhe një problematikë morale. A mi lexove rezultate? Ti lexova. Po tani çka kuptimi ka kjo? Ne të gjithë i dim. Po i për nesë të thonë pasaj fleti, gjumë nga ka marrë letrën, ka marrë kompjuterin. Po nuk ka kuptim kjo. Ka marrë ose bën. Ka marrë ose bën. Po nuk janë formalitete që vetëm të ngarkojnë me, le të themi, me problematikat zbatimit ligjit. Se në fund të ditës ne të gjithë jemi duke i parë. Tani për rezultatet, kuptueshëm në disa vora është zone tradicionalisht ka qenë e djathtë. Nga 2015 nuk kemi nuk është më e tillë. Nuk është më e tillë, është një bastioni që i pam sot edhe në televizion kur vetë sekretari i përgjithshëm ishte aty. I humbur dhe ajo që kemi kuptuar ose le të themi nga leximi i parë, kemi kuptuar që opozita nuk ka bërë kthesën që pritej. Domethënë nëse do pretendoj me vorën, bro. Me vorën, bro. Me vorën. Po ti ato që ke humbur do duhet të rikuperosh, se nuk do rikuperosh ato që ke fituar. Domethënë për të fituar. Kjo shikohet me 2021 për të fituar me 2023. Analizmi çfarë kemi. Me sa diferencë ka qenë 3000 sa votën 2023 është më e madh diferencë. Ne po bëjmë analizmi çka kemi dhe logjika për të fituar është të fitosh zonat ku ke humbur. Ose në ngushtosh diferencën, nivel qarku. Këto si kemi akoma dhe sigurisht që mbeten për tu... Pra, prandaj them që kjo është një kampion shumë i paqartë. Besa du të nëmrojt edhe është i paqartë sepse si do e... Dhjeta dhe vora në të trendi. I qartë është, po nuk dhjeta njësia dhjet. Pra, tregohet është më shumë njësia dhjet se sa vora. I paqartë nuk është, po nuk është gjithë përfshirës, po i qartë është. Tash është kampion i paqartë për qarkun. Kjo është si koncept. Pra, në 2021 në vorë ka qenë diferenca 3.000 vota. PD, PS. Tani, përderisa ti me sondazhet mat gjyshmërinë dhe thuar me numër mandatave, jo më që me 1200 me kampion 1200 persona, edhe të zjerë trendin, jo më që të kishe me 2 njësi elektronike, me 2 mjeka, me vorën dhe me njësi 10 dhe me numërimi elektronik, do dilte qartë trendi që ku është Tirana. I është majtës, apo është djathas? Ka mandate PS-ja më shumë, apo ka PD-ja më shumë? Ka që më rëmë punë. Këto të një, po e bëjnë këtë që ti majtë karikumën, ato, në mlusit, që mos ikin, papaj, që e ka kështu, po që të vetë në mrojën?
Se ky është problemi, pra, kupton çfarë notë. Prandaj është një sistem i gabuar ky i miksuar. Jo, nuk është fare sistem gabuar. Jo. Po kush e vendos? Gabuar është që se vazhdon numëruesi, sepse ti xhir palët e vendosin të tillë. 2021-shin mund të ishte pilotim se herë e parë, por 2025 do të ishte gjithë Shqipëria elektronike ose asnjëra. Nuk është. Ose asnjëra elektronike. Zgjedhjet e treta. Ose asnjëra, po këtë po them pra, ose asnjëra elektronike, sepse ajo krijon një lloj po krijon më besoj. Dekurajimi, përderisa qendrat më të rëndësishme sa ke pranuar marroj tani ajo punë. Marroj, jepi rezultatet valla. Marroj ligjit tash. Për mua, ai ka zazës për të respektuar ligjin. Është e gabuar që është e miksuar. Po dakor, po iku ajo, nuk mund të kthesh dot, nuk është bën Pra, dot. për zgjedhjet treta të vazhdoj pilotim, është më mirë mos kesh fare elektronike. Sepse çka kuptimi ka pilotimi? Ajo duhet bëj gjithë Shqipëria elektronike ose asgjë fare elektronike. Kaq, një nga dyja. Po më zgjidhim mbrapsht tani se ka dekurajim pra. Ti po me lekë po bën ChatGPT çfarë s'po bën njeriu tash. Ne vazhdojmë akoma në numërim me dorë. Primitiv. Njeriu dhe mund të votojë me ChatGPT. Me masë lapsin i numëruar së ty, të heq bestartit votën e jep dashit. Vazhdon viz pa vleshme. E kupton ç'a marrëzish ndodh në këtë. Vazhdon fotografohet vota. Po dakor, po vazhdon kur thotë ti. Tu pra. Tu drejtoresha e Agjencisë Inovacionit se si ishën parë kanë përmend disa herë, është patronazhiste tani. Ti më tregon mua inovacion. Ajo që është inovacion, po ajo është sot që iku si hajdut. Miguel, në përgjithësi si është kur dita e sotme? Unë mendoj që... Cilat janë problematikat që nuk keni konstatuar? Ne tashmë jemi bërë familjartë me problematikat, që do të thotë fotografimi votës ka qenë për problematik, mbeti problematik. Votimi familjar ishte problematik, mbeti problematik. Elementet të ndryshëm të zënkave të komisionerve me njëri tjetrin në këto duelet e heshtura, kemi pasur problematika. Ajo që ishte, le të themi, një gjë që e prishi rutinën e të gjithës ishte intensiteti organeve ligjizbatuese në ditën e zgjedhjeve. Tradicionalisht në vendin tonë, në tranzicion, organet ligjizbatuese kanë pasur distancë nga, pra po themi policia, prokuroria, kanë pasur distancë nga zgjedhjet, sepse do të, me frikën, sepse do të lezohej si politizim ose si kapje të sistem. Sot, për shkak se sistemet e drejtësisë kanë fituar një lloj integriteti, palët janë më të qasur andaj pranisë këtyre institucioneve, dhe për herë të parë ne kemi 5 individ arrestuar, kanë hyrë 7 për fotografim vote, 7 dhe kanë hyrë për të votuar dhe kanë dalë me pranga. Ose 2000 se ishin pesëja të shkosh me thas, me të thasë sigurisht është ndal lekët. Frika ru vreshtin, spaku, të gjëra. Një ditë përpara, 2 ditë përpara ka pasur proces. Jo shumë, por ka krahasuar me 2001 që kam qenë, të merre. Po është një model shumë i mirë që e fiton, le të themi, proceset zgjedhore shqiptare që e fitojnë, edhe unë mendoj që është kontribut i mirë dhe i qëndrueshëm. Sigurisht që problematika ka pasur, por unë prirem të besoj që ne jemi zhndëruar në ato vende ku në ditën e votimit dhe të numërimit pak gjëra ndodhin. Gjëra ndodhin përgjithsisht muaj përpara zgjedhjeve, ditë përpara zgjedhjeve, siç ne kemi parë. Dhe 2 ditë para zgjedhjeve, kryeministri i falit xherxhobave. Tani çfarë ti bësh? Ne shohim, ne kemi 4 muaj shohim me dylbi se mos ndonjë cep këpuce po shkel ligjin dhe po përdor shtetin. E bën hapur. Gjallat e shkollës. E bën hapur. Gjallat e shkollës, ai vete 2 ditë para, jep tërë paratë e fal tërë paratë e shtetit për gjova. Çfarë ti thuash përdorimit të shtetit këtu? Po kjo është përpara ditës së zgjedhjeve. Dhe kjo ka qenë problem dhe mbetet më problem, madje në këto zgjedhje kemi regres. Nëse në disa zgjedhje ne kemi pasur një reduktim të burimeve shtetërore ose një kamuflim më inteligjent i mënyrës se si përdorim burimet shtetërore, kësaj ajre, le të themi, kemi lëshuar fare dhe kemi bërë regres në këtë aspekt. Policia si ka qenë? Në poshtë dhe për bashkit ka qenë situatë më mirë. Merë bashkinë e Beqit, ishin qarku Elbasanit. Mjafton që u bë një denoncim për asfalt elektoral, u arrestuan 2 punonjës që ikën me të. Në Tiranë ka pas asfalt elektoral kudo, dash. Unë kam denoncuar 3 raste, asnjë nuk ka nisur. Bashkia ka qenë më të vogël të përfshira, por qeveria ka qenë më fort të përfshirë, se mos ke bonusi për pensionistët apo gjëra të tjera të cilët u dha, që thotë edhe Mirgeni. Por po ta shikosh, krahasimisht thash me më përpara ka një lloj frike nga qoftë nga votuesit, qoftë nga elementë të caktuar, të cilët nuk përfshihen më sepse ka frikën që do avokati, prokurori, gjykati, se lën partia në rrugët, pastaj nuk e çani kokën më. Ka filluar kjo lloj rezultati. E dëgjojmë pak është Greqian për çarkun e Koçës. Drejtuesi diasporës Tauland Balla në Partinë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Unë di që nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në komunikimin e fundit ka qenë mbi 53.000 zarfa të kthyer nga Greqia, që keni edhe ju këtë informacion. Për gjithë vendin.
Po kjo ka qenë, po. Nga ana e Partisë Demokratike përveç disa postuesve. Jo, pas ka s'është çështja leale. Problemi është se puna është të vazhdojë çështja leale. Vitin tjetër. Herdi helma ishin në rregull, ishin të shkollë. Okej, kemi qenë me këto pamjet live nga Parku Olimpik, aty ku po numërohet vota e diasporës, ka pasur një prononcim pak më parë nga zoti Taulant Balla. Vazhdojmë me diskutimin në studio, Dash, po diskutonim në lidhje me Spakun edhe policinë në këto zgjedhje dhe rolin e saj. Po pra, unë e thash që ishte risi që përfshirja e Spakut, asaj task force, edhe po them prapë që është një fjalë popullore që frika ruar në vreshin dhe ka dhënë efekt dhe pa diskutim. Nuk është minimizuar. Nuk është kapitalizuar një gjë dhe ka dhënë, më ka dhënë. Çka ka kapitalizuar? Kush drejtori ndonjë i madh i administratës u kap? Nuk kanë bërë me fjalë. Po sepse ra tre. Nuk kanë bërë drejtorët e mëdhenj administratë. Po jo se s'kan bërë më jo, po ra. Po duhet kapësh ndonjëherë minimizuar kush task force është e suksesshme. Tani nuk mund të rishë edhe me teorinë frika vreshti. Ka dhënë opozita, ka patur reagim. Më përpara nuk kishte reagim. Jo, s'është. Janë bërë 140 denoncime, 30 janë pranuar. Po sepse ai ka pasur. Po jo, unë i kam sakta me video, me fakte, nuk i pranon. Kur ka ardhur puna të asfalti elektoral, kanë thënë që është drejt administrative e bashkisë, por janë marrë, a ka drejt bashkia të bëjnë në i gjë administrative, nuk janë marrë me shkenjë e ligjit elektoral. Farë. Në kjo, aty ndaj gjë. Shko, të asfalti elektoral ka ndodhur një fenomen që përgjithsisht vendimarrjet për të bërë asfalt brenda periudhës zgjedhore, janë marrë vendimarrje jashtë periudhës zgjedhore dhe ligjërisht janë kamufluar. Kur ka qenë tenderi dhënë më parë, mund vazhdojnë punimet. Unë po them, ne kapëm të njësia 4, asfalt elektoral, dhe punojnë si t'i iku ruli më u zhdukën, thritën policin, erdi policia, e faktun, iku ruli me 6 jetënorë. E morëm policin, deti aty me video, me gjitha e faktum, nuk njës hetimin. Po unë tani përqari natën dhe bëj patrullim. Pikrish për këto, kur njoftojnë qytetarët, ne shkojmë, e kapim flagrancë. Pra, nuk ka bërë, për asfalt elektoral, nuk ka bërë. Po një ta gjithë dhe për blerje më. Një rast për një rast blerje vote. Ka pas blerje vote, mund këtë pas më pak, se frika runë vreshtit. Ka hetim për blerjen e votës. Ka hetim, në Shkodër edhe ka shumë... Ka për PSD-n, ka për PSD-n ku intereso PS-s, por tani unë po them ka PS-ja, ka ndonjë. Po nga PS-ja o mirë gjen, se për bler vota PS-ja blen. Nuk blen në opozita. Këto janë rastet që janë... Po pra, gjithë rastet opozita. Shitblerja e votës është një marrëdhënie me dy individësh që këmbejnë, le të themi, pavore. Dhe është shumë e vështirë. Vetëm në flagrancë mund të kapet dhe këtë ushtrim, influence dhe presioni të një titulari ndaj punonjësve. Po jam dakord, më ka të tilla. Po nuk ka Spaku pra që të ketë kap. Kjo pra është, ajo task force, këtu do ishe sukseshme. Unë do ishe shumë dakord, nuk i kapin do të gjitha. Po 5 raste për këtë, 5 për këtë, 5 për këtë, 5 për atë, ajo bënde që në radhën tjetër, ajo frika që të ruaj vreshin e rundet edhe më shumë. Po kur ti nuk kap, po ju sa denoncime keni për në total? Si? Sa denoncime keni për? 120, kalzime. Pra, gjithë problematika, në të gjithë Shqipërinë 120 denoncime? Po që kemi arrit ne, po se si jemi ne agent BKH-je o prëmverë. Ju thjesht keni pas indicia, apo keni dhe prova në lidhje me to? Ne jemi munduar t'i faktojme të bëjmë, pra ne kemi për rolin e prokurorit. Kur ndërko, ata që kanë bërë? Sepse kjo task force a qashtë, kur shëven atë task force, të ullur edhe ullë si ma njën kraj, që është pjesë e dosit 184, vaj me detë se i task force. Unë jam dakord, po ne nuk ngrihemi do të brenda ditës Gjerman, edhe këta në procese. Bësh progres pra. Po unë, le temi, tentoj të lexoj progres edhe këto që janë bërë. Pra, njerëz të arrestuar për fotografin vote, njerëz të proceduar për blerje vote. Arrestimi votës është pasoj e pazarit në parë. Çështje të regjistruar e qoftë edhe tek Spaku për kundravajtje të ndryshme dhe krime zgjedhore. Ai personi që arreston votën mund të jetë edhe njëri intimiduar nga titulari që po s'de votën ikën nga puna. Pra ti merru me krimin e parë, jo me... Po këto i nënshtrojnë edhe proceseve të investigimit, se tani nuk do vesh të arrestosh njerëz kështu me pranga...
për të laktarisur dynjan. Po ju mëse titular të mdhejnë që kanë bërë shkelje, vëllai i ministrit brendshëm, drejtori OSHE-je, në vetë ato formularet e vetë punojnësve të OSHE-s, quhet patronazhim për votën e Partisë Socialiste, patronazhim për Ervin Hoxhën, OSHE-ja. Tani Blendi Gonxhe merr gjithë votat e Vorës. Apo jo? Po këto janë indicie që influencë i gjëra. Në 20 e kaluara në 110 ishte Fatmir Xhafa më i favorizuar. Tani ngelet për tu parë se si do të jetë. Shiko, unë jam dakord. Shiko, ndonjëherë vota merret 80% e partisë në një zonë dhe është një person i fort lokal që respekton zona, po Blendi Gonxhe s'ka lidhje me Vorën. Fare. Fare s'ka lidhje. Po mund ta ketë pas një nga zonat ku ka punuar. Po çfarë ku ka punuar? Mund të punuar në zonën e Vorës. Po nuk ka lidhje me se në Vorë mund të përfaqësohen shumë kandidatë tjerë të Partisë Socialiste që janë të zonës aty. Po çfarë i bën më shumë? Unë nuk po i qaj hallin se kush socialist merr votën, po them indicje të tilla që janë vota në blok të telekomanduara bëjnë gjithmonë me presion titullari të institucioneve. Dhe e dim gjithë se kush do jetë favorizorit garën brenda Partisë Socialiste, do jetë ministri i brendshëm, dhe Blendi Gonxhe që kudo shkon thotë unë do jem kryetari i Bashkisë Tiranës, dhe këta janë, ta të dy po përdorin resurset të gjithë strukturës Partisë Socialiste që është e punësuar në shtet. Se këtu është probleme i madhe, edhe në raporti para prag OSBE-Odirit. Ndarja e administratës publike nga procesi elektoral. Jo s'po ndodh progres në ndarje, po ndodh më shumë ngjizje. Pra është parti shtet, ngjizje totale. Tani këtu duhet futet spaku. Se banda me madhe nuk është ai që blen votën. Banda me madhe janë 200.000 punonjës administratës publike që intimidohen. Edhe ngjizen edhe më tepër. Ka raste të përdorimit të denoncimit përdorimit të administratës publike? Ka një problematikë edhe në mënyrën ligjore se si shprehet ligji, sepse ti duhet të provosh, përveç se është përdorur administrata, duhet të provosh edhe që është forcuar për të marrë pjesë për shembull në një aktivitet. Po nëse punonjësit e administratës në rrjetet e tyre sociale po ta bëjmë me shembull. Nëse ti gjen gjithë punonjësit e administratës në darkë mbas orarit të punës, të rreshtuar të gjithë pa përjashtim si administrat në një miting zgjedhor, ti duhet të vërtetosh edhe që ata janë marrë me zor. Tani kjo ju mund ta kuptoni që këtë është e pamundur. Edhe duhet rregulluar dhe ligjërisht. Edhe në aspektin e por formularet e patronazhimit që punojnë si administrat do të sillen 10 emra. Mund quhet krim. Ne kemi gjetur le të themi disa zyrtar në shkelje. E disa janë gjobat për zyrtar në shkelje. E fundit që ka qenë ky sekretari i përgjithshëm i bashkisë për atë 30.000 lekë si rezultat i denoncimit ton për kryeministrin, po kryeministri vështirë të kapet nga këto rjetat. Ne kemi mbi 4 vjetë që lobojmë që partit politike të ndryshojnë ligjin për të rritur gjobat. Janë ullur partit politike me njëra tjetër, nga bërë marrëveshje nga më të ndryshmat, këtë nuk e ndryshojnë. Tani është e pandershme që pasi nuk e ndryshon dhe nuk merr masa për përdorimin e burimeve shtetërore, mbasi të kënaq ose jo rezultati fillon të ankohesh. Për përdorimin e burimeve shtetërore. Dashi si ish prokuror, mendon se po të ishe në petkun e prokurorit do të kishe bërë më shumë në këto zgjedhje? Ka i kishte raste më shumë për të denoncuar gjatë fushatës elektorale? Ka dhe një fenomen tjetër, të cilët do duhet ta theksojmë, nëse në zgjedhjet e vitit 2021 dhe në zgjedhjet tjera më parë, policia e shtetit ka qenë involvuar politikisht dhe fuqishëm. Është rasti. Nuk ka qenë këto si? Po në Tiranë kësaj radhe 100%. Nuk ka qenë gjë e madhe. Çdo punonjës dhe policisë shtetit dhe gardës shtetërore është bërë promovues i fushatës ministrit brendshëm. Nuk kemi në të lloj qasje që ka qenë 2021 që unë shikoj më ndryshe, kupton. Dhe po them gjithçka ka të bëjë me frikën. Që bëjë sikur ashtu çketi se ka edhe të problemet e veta të punës. Nga opozita ka pas pretendime kush denonconte, merresh policia me denoncuesin. Jo me atë që Xhemal Gjukshi bllokoi një makinë me para me të gjitha me këto, procedohet Xhemal Gjukshi, ajo dihet. Kështu ka ndodhur. Shiko, duhet jemi dhe të kujdesshëm se dhe kjo përballja midis qytetarëve me njëri tjetrin është pak ka gjëra që tjetër pastaj. Thella Dibrës, pra ç'si ta ruash. Patrullon në natën, shikoj një makinë që duhet jetë në atë zonë, që s'është asaj zone, makinë luksoze, vjen, pret policin. Vjen policia, procedon ato që po mbron votën. Megjithatë mua nuk më pëlqejnë këto tonet e larta për shembull në një konflikt të Dibrës kur polici i drejtohej atij kandidatit aty dhe i thonte çfarë problemi ke? Thotë unë kam 12 vjet në opozitë, unë kam luftë vdekje.
Po për çaj ke lufta vdekja, do të thënë se ti s'do e marrësh vendin për për të jetuar ose për të vdekur. Unë jemi PD-në që jemi të qartë, nuk kam interes, tash kam mbaruar çdo gjë. Votove sot i dash? Të lutem. Po patjetër, nuk është turpshme që bënë kandidatët tonë vetë tjetri vetë rraf shoferin e tjetër idiot. Ka vetë idiot. Çfarë ti aty? Ja, janë lutë më çfarë? Ai tjetri vetë rraf komisionerin mes qendër votimi Pogradec, vetë rraf në gruan tjetri shtëpi e tjetri. Ai tjetri rraf tjetër këtej që bëhet shumë budalli tash. Por do të jemi fytyra dhe imazhi. Unë kuptoj tensionin e gjëra, kam 20 vjet politikë, s'kam bërë kur konflikte, kur sherrë, sepse i pari qarkut, të gjithë kandidatët janë ato që ulin, pse s'keti probleme? Pse s'ka Tirana s'ka problematik në Dibrës. Po dakor, me gjithë gjëra tjera, po tash Tirana urbane, se Tirana rurale mund ta ketë, Tirana urbane. Fjala tash fjala që jo po të marrim zvarr, jo po të bëjmë kështu, çfarë është kjo gjë? Dibër janë të përfshirë 2 baballar kandidatë që burta. Më mirë, njëri me pistolet, tjetri me grushe me shef. Kur të gjithë kemi probleme. Po baba im nuk është marrë fushat me mua, as shkoj me pistoletin. Por janë 2 planetet ndryshme, Dibra me Tiranën. Planetet ndryshme. Pa përplasën e kamioni, shkejt futën drugën e kamionisit. Do humin devoll, do humin korçë vetëm për këtë punëni. Ta mat kokën qytetarit më thot, pa marr pushtet tosh ç'të bëj të rrafin. Imagjino ku të kesh pushtetin, thot ç'të bëjnë to. Identifikom si të dhunshëm. Nuk ka gjykimi më për idet. Por ç'është politika, më është politika është imazh. Shoferi kamionit dashi kishte edhe një precedencë penale, ose kishte vrarë politika është imazh, po kamera kapi pjesën se do vesh parlament me sart. Politika është imazhi që ke si individ politik. Dhe me imazh që ke si forcë politike. Mesazhi që ka përcjell si individ politik. Kur bëje mosbindje civile me mua aty te rrugë Elbasani, ti si ishe kaq deputetët dash me mua ishim tu përplas me policinë. Jo, tu shty. Të lutem. Po tash mos imazhe kështu, kur është kështu do të bëjmë mosbindje civile këtu jo. Jo, po bashkë kemi bërë. Po bashkë. Në këtë rast ke vajtë institucionit. Jo njëri tjetri kolegë. Po dojë karrika apo se dojë. Jo mos kam të karrika fare, unë dojë jakatën time. Ka dy aksione time dojë. Janë 2 aksione të ndryshme. Trupi ti bëj çademon. Shiko. Por nuk bëhet për kështu gjëra tani për për një qark si Dibra, gjëra do shkojnë se çka ka po jo se janë njerëzit më. Është zona e thellë dhe presionet e falangave të PS-s aty janë në nivele të frikshme. Çdo i biznesmen super i suksesshëm në mes natës 2 natës me makinë me para në një fshat. Ore kjo praktikë të humbi jetën, dhe njerëzit kanë çdo i biznesmen i suksesshëm 2 natës makinë luksoze me para në makinë. Çfarë do? Po agroturizëm. Po si zgjidhet kjo, ti dalësh njerëzve me shpulla rrugëve? Po BKH-ja pra do ta ndjeki, jo një opozita. Atëherë BKH-ja më rbu. Atëherë mbaroi debati i task force. Po shko më neri prova aty të fokusohesh. Po jo tani e ke gabim. Mos barkoj vetëm te PSD-ja në Shkodër. Vëzhguesit partit duhet që të mbajnë lapsin mirë, fotografin mirë, ti dokumentojnë, edhe ti paraqasin para organeve legislatuese. Ore nuk zgjidhet policia. Duke i vajtur dhe i zënë jakun qytetarit ta tregoj unë. Jo më të vi policia. Do të gjejë zezat të pjesë. Jo vllai, po nuk policin, ka ardhur policia. Ku është gabimi? Po nuk bëhet partizan çka kjo prata. Ku është gabimi këtu lajmërosh policin? Po kjo me shikon, nuk jam në jurist se ç'është një jurist ajo, dëgjoj. Nuk bëhet për një rast. Por a ekziston një ligjor që thot ne mund të neutralizojmë dhe të lajmërojmë policinë kur shohim një krim? Vetgjyqësia që bën në lloj forme. Neutralizimi do të thotë policia. A ekziston apo jo? Se po ma bën Mirgeni sikur se ekziston. Po ekziston. Po çfarë është kjo neutralizim? Apo ti nuk je specializuar të neutralizosh? Ti nuk je specializuar të neutralizosh. Ti në Elbasan mund të marrësh jetë njerëzish ose mund të dëmtosh fatet. Ajo jeta e njeriu u mor sa i tjetri drejtoi pistoletën atij, ai për vetë mbrojtje. Por neutralizimi, kur jetë dëshmitar krimi, mund të neutralizosh dhe të thrasësh policinë. Dhe kjo ekziston në drejtat europiane e botërore. Ti thu, ti vetëm bëj celularin edhe dokumento, po unë s'jam prokuror. Po ti do të çosh vendin në përplasje. Po ku ka mirë se të vish ta kapër flagrancë. Po në flagrancë ke kapur, paraqiti provat, njofto autoritetet. Po pse si është kjo? Po flagrancë pra duhet vi autoriteti ta kapë flagrancë, nuk e certifikoj unë. Po çfarë do bëjmë? Po çfarë do bëjmë? Nëse nuk vin ka Nëse nuk vin opozitat dhe grupet shoqërore kanë rrugë të tjera në demokraci për të përshkallëzuar mirë se fjalën në demokraci. Po pra, për të përshkallëzuar. Je në autokraci.
Po tani kështu pra, jenë autokraci pra, nuk jenë demokraci. Se e the shumë bukur, ku në demokraci ka disa rrugë. Jenë autokraci, zotëri. Po ti ke zënë bulevard, ti ke protestuar. Po në autokraci qa bëhet? Proteston. Proteston. Autokraci vazhdojt me fjallë si demokraci. Vazhdojt në autokraci. Dili qytetarve, paraqitja o pamjen, komuniko me qytetarë, tuaj nuk vjen BKH-ja, shikoni shansin fitu, bëj avantaj elektoral. Pse qa do bështi, do të bësh terror qytet, tani më vjen keq. Policia o thrit. Po jam dakord. Si është ajo shpreha, këtë thras unë, thras policin. Po nëse policia është me krimin, pa tjetër që bëjmë problematike. Të qytetëruar në tone. Tonin tjetër. Grupet shoqërore, opozitare ose jo opozitare, kanë forma në demokraci. Ti mund të dalësh edhe të komunikosh me qytetarët, dhe ti thuash ky është precedenti. Shikoni si ky zotëri sa flagrant ishte. Më besoj që ti do kesh avantazh elektoral më të madh se sa të bësh vandalizëm në qytet, ndërkohë që pretendon se nuk vjen apo vjen. Vandalizëm u bën qytet më. Ore në Vandalizëm qytet bëhet kur makina luksoze, biznesmenët, mes natë, vinë unë fshat. po bi dakord me ty. Po kaq pra, ai është vandalizmi i parë. Unë po bi dakord me ty. Unë kur shikon vandalizëm, unë po bi dakord. Thret policin pra, edhe blokon atë sa vi policia. Po s'ka më, aty as jetë nuk u morën, as i gjë. U blokuan dhe thritën policin. As nuk u morën me konfrontim fare fizik. Policia vjen, procedon atë që thriti policin. Që këtu krye. Baron. Nuk është vetëm ajo. Tani do se që 84 dibër ka ndodhur mirë. Jo, po mirë kështu pra. Po që unë bi dakord, unë s'bi dakord për zgjidhjen që po jep më. Po si ta zgjidhin pra, do se që 84 është e përgjuar nga instancat ndërkombëtare. Nga instancat ndërkombëtare. Dhe nuk bën njëri që më të certifikuar si ajo, ti atë person i përfshirë e ke ministër drejtësie. Ti thunë demokraci, këtu është autokraci. Mirë, qëndroj pak larg me parkun. Vetëm shpërblesh. Besim. Qëndroj pak larg me parkun olimpik, aty ku pas Auland Ballës tashmë ka mbërritur edhe flamur noka, duke sikur ka një pretendim nga ana e Partisë Demokratike në Mosgaboj për të veçuar kontestojnë zarfe të ardhura nga Greqia. Ka pas një debat mes Partisë Socialiste edhe Partisë Demokratike në Parkun Olimpik. Nuk e di nëse Ermal Peçi do të jetë pas pak në lidhje për të na treguar më tepër detaje rreth kësaj ngjarje. Po e kemi Ermalin. Ermal më dëgjon? Okej, presim Ermalin. Ndërkohë kam një informacion të fundit nga Tonin Froku në qarkun e Korçës. Deri në orën 22:10 janë numëruar 10 nga 429 kuti që ka qarku i Korçës. Partia Socialiste kryeson me 1409 vota, ndërkohë që koalicioni PD-ASHM ka 908 vota, Nisma Thurje 3.6%, PSD 0.89%, mundësia 1.01% dhe të tjera 0.26%. Jemi live. Të pak të kemi dhe një informacion të zotit Celebration. Çdo votë e Greqisë kalon në javë, regjistrohet për ta kaluar për numërim KZZ-ja dhe KQZ-ja. Vetë gjithë votat tjera do numërohen. Greqia vetë. Noka. Lamur. A është për zbarritje e procesit numërimi? Lediana Amati, kandidat të Shqipëria të Lediana Amati janë. Që do është dhe muqënë? Po, a është një zbarritje kjo? Këtu janë zbarritje, këtu është bërë masakrë. Se nuk kemi ngritur zërin dhe dje, gjithë në. Kush jeti me? Lediana Amati janë. Po i bërë, s'ka fund, sa ushtaka? Kjo është një zbarritje e procesit numërimi. Asgjë tjetër. E tha, e bo masakrë. Kemi ndërkohë një deklarat nga ana e policisë. Votat e Greqisë. Dhe votat e Greqisë janë certifikuar shkelje të rëndën. I ka thënë komisionerve. Komisionerve zoti Noka ndani votën e Greqisë. Pa tjetër. Sepse janë si votat e burgut. Rogozhinës. Ka një reagim nga ana e policisë, struktura e drejtorisë vendore të policisë Tiranës në drejtimin e prokurorit të gatshëm pranë SPAK, ja duke kryer të gjitha veprimet procedurale dhe hetimore për dokumentimin e një rasti të pretenduar sot në datën 11/5/2025 në një ambient në rrugën Marko Boçari, Tiranë, ku është pretenduar për veprimtari të palishme zgjedhore. Rreth orës 17:50 pas një njoftimi të bërë nga Belind Kolliçi, përfaqësuesi i Partisë Demokratike, shërbimet e policisë shkuan në vendin e pretenduar dhe konstatuan
thuan disa shtetas pranë dhe brenda një ambienti privat që sipas kallëzuesve funksionon dhe si zyrë elektorale pa shenja identifikuese për Partinë Socialiste. Gjatë kontrollit të ushtruar në pranit përfaqësuesve të dyja subjekteve politike, në ato ambient nuk u gjetën materiale kompromentuese apo ngralishme. Personat e pranishëm u shoqëruan në ambientet e Komisariatit Policisë nr. 2, ku janë marrë deklarime dhe kallëzime penale nga të dyja palët përfaqësuese të dy subjekteve politike. Përfaqësuesi i Partisë Socialiste zoti Erion Braçe ka kallëzuar se përfaqësues Partisë Demokratike kanë ushtruar forcë ndaj tij dhe personave të tjerë me të cilët ishte i shoqëruar. Grupi hetimor po administron pamjet filmike dhe çdo provë tjetër me qëllim dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Hetimet vijojnë në drejtimin e prokurorisë në përfundim të veprimeve procedurale do të jetë njoftimi plot mbi rezultatin e hetimeve. Ke një koment? Jap demokracia që përmend Mirgeni. Kjo është demokracia. Mirgeni, ke një koment për këtë ngjarje? Ikin dy persona me çanta me materiale, vjen policia pas ikën, nuk gjetën materiale komprometuese. E ke ndjekur ngjarjen e sotme? Pra, ata duhet ishin neutralizuar nga ne derisa të vi policia, për kështu i bie se. Me shoqëria në kamera. Po këtu s'ka as policia, as prokurori, as gjë. Shiko, unë e thash edhe më parë, mua më duket lajm shumë i mirë që le të themi aktiviteti i organeve ligjzbatuese është shumë i lartë në këto zgjedhje. Kush është më vjen policia me një orë vodnesme? E di, ne nuk kemi pasur përfshirje fare. O Mirgen, mos më bëj tani këto gjëra, është shumë mirë se tani shiqur po vi. 17:50 ka njoftuar Belin Këlliçi, janë njoftuar që në 16:50. Nga qytetari nga syri një orë, ata ka njikur me kamerë, janë kap në kamerë, drejtoreshe lartë e këtij shteti, është kapur me kamerë, me çantë si xhepiste duke ikur me vrap. Se ikin me vrap ta zotri? Kush po i kërcënonte aty? Që ata ikin me vrap. A është depozituar materiali? Ç'material, më duhet vite policia të merrte materialin. Erdi pas një ore, pas i iku materiali, erdi policia dhe shqyqyre shkapur me kamera, që ta kuptojnë mes Tiranës, 30 metra lartë, po su kap materiali pra. Ky është një rast i mirë për ta... Ore materiali po them për videon. Po, ti do ta depozitosh. E dëgjove deklaratën e policisë. E dëgjove deklaratën e policisë. Ta nuk kemi kapur asgjë. Shiko, unë nuk jam fasi policisë së shtetit, sepse unë kam qenë viktim vete deklaratave politike të zyrës... Nuk e kam vetëm për policinë e shtetit. Policë batuse me madhe është policia. Me madhe është ajo, po kene një struktur. Kene një struktur tjetër që është Spaku. Po, ku ishte Spaku? Dhe Spaku është njoftuar. Dhe BK-ja është lajmëruar, asnjë nga Spaku dhe BK-ja s'ka ardhur. Te ky rast, asnjë nga Spaku dhe BK-ja. Po te ky rast jam dakord dhe unë, për kaq sa dhe unë dëgjoj, nuk jam optimist dhe nuk jam i kënaqur. Shumë mirë pra shqyr. Okej. Po çfarë Po ja pra kjo demokracia pra, që nuk u neutralizun dhe ikën. Edhe serdi asnjë me se do të rikthemi ngjarje sepse do të kemi në lidhje direkte edhe Belind Këlliçin i cili ka qenë protagonisti i kësaj ngjarje. Shkojmë në lidhje direkte. Okej, kemi Belindin. Belind, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Pranvera. Nuk e di nëse më dëgjon, lexova pak më parë reagimin e policisë në lidhje me ngjarjen që ka ndodhur në rrugën Marko Boçari. Nuk e di nëse ke lexuar deklaratën e policisë, je njohur me të? Po sapo ma treguan se isha në një lidhje tjetër live para pak qasësh, një deklaratë që sigurisht pritej për sa kohë policia erdhi një orë pasi unë kam bërë 6 telefonata live para medjave, duke i telefonuar me loudspeaker, duke kërkuar që policia të vinte në vendngjarje. Kam marrë 2 herë numrin zyrtar të task forces për krimet elektorale të Spakut dhe nuk është përgjigjur askush. Një kolege juaj gazetare është dhunuar, është goditur dhe ka telefonuar dhe ajo policin për të ardhur në vendngjarje dhe nuk ka marrë përgjigje. Dhe një orë pasi situata pasaj rrezikoi të përshkallëzonte në konflikt fizik, me një njeri që ka mbytur Tiranën në vitin 2000. Edhe zoti Braçe ka pretendime për dhunë. Që mbronte sot Braçen. Në deklaratën e policisë që faktojnë këto që po ju them. Ka dhunu një femër zotin Braçe. Po? Gazetari Ambroza. Unë nuk e di nëse ka një provë Braçja ta çojnë prokurori, ta çoj ku doja ai se shtetin e ka, Spakun e ka, policinë e ka, prokurorinë e ka, çfarë dojë të bëj. Po askush nuk ka ushtruar dhunë nga opozita nga PD-ja, zero. Përkundrazi, kemi kërkuar ndihmën e policisë që mos precipitonte situata dhe mos kishte konflikt. Është krejt e kundërta. Dhe këto i kemi me pamje. Kemi pamjet filmike,
që drejtorët e shtetit, titullarët e shtetit, e institucioneve shtetërore, ja fusin vrapit, marrin plaçkat, heqin hartat nga muri, heqin listat e kontakteve, numrat e telefonit e gjitha çka kishin nëpër mure, paketojnë plaçkat, mbledhin çantat, që nuk e di ç'kishte nëpër çantat dhe ikin me vrap. Këta janë drejtorët e PS-s, nuk është PD-ja që ka bërë këtë gjë. Dhe nëse nuk e shkelur ligjin, cila ishte arsyeja që këta drejtorë kanë ikur me vrap? Nëse nuk kanë shkelur ligjin, cila është arsyeja që një deputet si Braçja, cila është arsyeja që një deputet si Erion Braçja, që ka 30 vjet në parlament dhe që ka qenë dhe zëvendës kryeministër, që ndroni ngujuar 2 orë i mbyllur në një zyrë. Nga çka kishte frikë, ai dilte para kamerave, ftonte kamerat, i fuste brenda, s'kishte asgjë, asnjë problem. Në këtë po kërkonim. Pra, aty ka qenë gjithçka e regjistruar për fatën e mirë dhe jam unë që kam kërkuar administrimin e kamerave përreth për të parë se kush ka hyrë, kush ka dalë në atë ambient, edhe për të parë të gjithë kronologjinë dhe dinamikën e ngjarjeve. Keni pasur ju takim me asnjë fjalë, asnjë ofezë nga ana jonë. Keni pasur ju Belin takim me prokuror të Spakut apo të Byros Kombëtare të Hetimit pas sa ngjarje? Nuk kam patur. Kam patur pas kësaj ngjarje. Kam patur takim me 2 raportues të 2 vëzhgues të OSB-u Dirit, që kanë qenë aty në vendngjarje, kanë ardhur, 2 zonja, që ja kam deklaruar edhe para kamerave live të gjithë ngjarjen, gjithë situatën dhe kanë mbajtur shënim ngjarjen. Kam shkuar unë në komisariatin numër 2 bashkë me zonjën Adriana Kalaja, kandidate për deputete në këto zgjedhje, dhe kemi firmosur ne kallëzim dhe deklarat për situatën fjalë, për rastin e fjalë. Kemi kërkuar ne, madje kemi dhënë dhe informacionin para prak, sepse rasti unikal në botë ku një kandidat nuk njeh ekipin që punon për të, është rasti që ka ndodhur sot me Erion Braçën. Doli aty, tha zyra ime elektorale, këta janë njerëzit e mi, dhe kur e pyeti nën drejtori i policisë Tiranës, ose si kanë emra ata për efekt kohe që ta kemi me kollaj të marrin pyetje, këta që kanë ikë me vrap, ata nuk i njoh, nuk e di kush janë. Por ky është rast unikal në botë që nuk njeh kandidati për deputet, ekipin e tij të ngushtë 6-7 persona, që nuk dinte asnjë emër ky. Ky që nuk kishte gjë për të shehur. Ky që kur ishim aty ishte i spugjur aman çaketa, hap çantën, unë s'bëj këto gjëra etj, dhe ndërkohë unë nuk vajta duke akuzuar Braçan. Vajta duke thënë kam këtë informacion, nuk po them që po blen ti vota, po them që këtu ka indicie që po blien vota, të lutem hajt shohim çfarë po ndodh, gjithë vazhdojmë punën se është ditë e ngarkuar, jemi gjithë zënë. Dhe u kthye në një konflikt 4 orë, 5 orë. Keni informacione se ka pasur zyra të tjera të ngjashme me këtë zyrë? Janë shumë zyra, unë e kam denoncuar një zyrë mbamë këtu. Për farmacin. Shumë informacione gjatë periudhës zgjedhore, gjatë fushatës elektorale. Po dhe në ditë e fundit kemi marrë informacione të panumërta që zyra të tilla elektorale, të pabrenduara, të paloguara, kanë qenë në përdorim të kandidatëve të Partisë Socialiste për një arsye madhore, në mënyrë që e gjithë administrata publike që është detyruar të votoj Partinë Socialiste, të marri pjesë në këtë fushatë elektorale, të hynte e pashqetësuar në këto ambiente dhe të mos dilnin pamje ku në zyrat e Partisë Socialiste me logo, me brendim Partisë Socialiste, hynin drejtorët e shtetit, por të hynin në ambiente private. Ky ka qenë një fenomen masiv. Sa keni identifikuar ju? Konkret, qëlloi që më pas erdhi dhe i doli zot Braçja kësaj situate, ta japi përgjigjen Braçja pranë organeve kompetente, mi që erdi vetë. Sepse ne të dhënat i kishim që është zyra e një drejtës Lokan, mos gaboj, vllai i një ish drejtorit lartë policisë shtetit, zëvendës drejtorit përgjithshëm duket Gjovalin Loka. Ky ishte informacioni që na erdhi në minutat e para. Dhe madje Braçja mbasi i doli për zot kësaj situate, i pyetur nga unë në prezencë policisë shtetit, a ke zotri kontratë ua marrje apo kontratë durimi natyrë, tha që nuk e kishte. Atëherë si që nga kjo zyra jote, kush jeti? Çfarë kontrate ke? Sepse ne si PD, për shkak se kemi qenë 100 metra larg qendrave të votimit, na kanë mbyll zyra, na kanë heq logot, na kanë heq brendimin, i kanë vënë dryrin zyrave, policia e shtetit. Ndërkohë këta pa logo, pa asgjë, me zyra ilegale, ishim 30 metra larg nga qendra votimit. Kjo ka ndodhur sot. Ndërkohë, Belind, edhe si drejtuesi qarkut të Tiranës, si e vlerëson pjesëmarrjen e deri tanishme dhe çfarë pritshmërish keni? Dhe ke një koment për forën edhe për njësin 10 që edhe pse votimi dhe numërimi... Kemi shumë pozitive. Okej, më përgjigjë për këto njërë. Në pas informacioneve tona ka padur një refuzim masiv nga ana administratës publike dhe patronazhistëve historik të PS-s për të marrë pjesë në këtë
proces maskarat që bën për herë PS-ja që i shtyn administratën publike, blen vota, edhe patronazhistët i vënë funksion ditës zgjedhjeve, ka patur një nivel shumë të ulët në raport me pritshmëritë që kishte PS-ja të atyre votuesve historik tyre që do dilin votonin, por kjo pak më intereson situata në Partinë Demokratike. Ne kemi bërë maksimumin për të njoftuar njerëzit tanë, për t'i apeluar njerëzve përmes programit që kemi paraqitur këtë periudhë dhe ofertës tonë ekonomike për shqiptarët edhe programit tonë ekonomik, dhe më rezulton që në Tiranë do të ketë surprizë, dhe surprizë pritet të jetë rezultati i Tiranës dhe kutitë e Tiranës, në fakt. E kuptoj. Belin, të falenderoj shumë për këtë lidhje direkte dhe të uroj punë mbarë në vijim. Do të shkojmë në një lidhje direkte me Selinë e Partisë Socialiste, aty ku është gazetarja Raimonda Lajthia së bashku me kandidatën për deputete zonjën Iris Luarasi. Mirëmbrëma, Monda. Përshëndetje edhe njërë pranvera, si që the dhe ti, jam me kandidatën për deputetet Partisë Socialiste zonjën Iris Luarasi, e cila nga studio televizive sot është për herë të parë përfshihet në një proces zgjedhor. A mund të na thuash si ishte kjo ditë sot për ju? Shiko, kjo ditë për mua ishte e ndryshme nga pikpamja e dhënies intervistave, dikur e ullur në kolltukun e një studioje, kurse tani përpara selis Partisë Socialiste, po nga pikpamja e analizës edhe mendimit, unë jam i njëjti njeri, nuk është se kam ndryshu ylberin edhe sot mendoj ndryshe. Mendoj absolutisht njësoj. A ishit sot në terren, në përqendrat votimi, si mund të konsiderohet ky proces nga ana juaj? Shiko, kandidatët e kishin ndaluar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të shkonin dhe të vizitonin qendra votimi, kështu që unë nuk është se kam vizituar përveç qendrës ku kam votuar vet, edhe ajo që pash aty ishte ajo që ti shikon në çdo zgjedhje. Qetësi, njerëz që kryen ato procedurën normale, edhe më zhdukur gjithë Tirana në këtë formë, më zhdukur nga pikpamja e qetësisë njerëz që ti shikoje që ishin veshur bukur, që shkonin dhe pastaj hanin dhe një drek me familjen me që kishin dalë gjithë familjarisht, kështu që për të arsye them që për aq sa pash unë në Tiranë nga jashtë, më duke një ditë shumë normale, edhe një ditë që mendoj që ka lidhje edhe me këtë trendin tonë për të shkuar në Europë, pra edhe në përvendet e tjera të Evropës, kur ka një ditë votimi, nuk ka në një ditë kështu wow, është një ditë e zakonshme ku njerëzit bëjnë edhe një detyrë qytetare dhe politike, që është procesi votimit. Zonja Luarasi, a keni ndonjë informacion, ka Partia Socialiste në informacion kur do të nisë procesi numërimit në kryeqytet? Ende nuk kemi një informacion për këtë, është numëruar ndërkohë vetëm Pusteci, ne kemi një shqetësim shumë të madh që pse nuk publikohen të dhënat e votimit elektronik të Vorës edhe të njësisë 10 në Tiranë, edhe nuk e kuptojmë për çfarë arsye ky është një proces që duhet mbahet peng, sepse nëse ka një proces që nuk është i kontestueshëm politik. Keni një indicje zonja Luarasi se si ka dalë Vora dhe njësia 10? Shiko, pa tjetër indicjet tona janë, veçanërisht për Vorën, por Partia Socialiste ka preferuar që këtë detyrë t'ia lë institucionit që është i mandatuar për të certifikuar rezultatet e zgjedhjeve dhe kush më mirë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet ta bënte këtë. Realisht ne nuk e kuptojmë cila është arsyeja që kjo nuk po bëhet. Këtu janë para të taksa paguesve, nuk janë para të politikanëve në Shqipëri, as të partive politike, janë para të taksa paguesve që kanë detyrimin që ta dinë rezultatin në kohë reale kur ai me një buton ka shkuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Më duket si regres, sepse këtë proces e kemi pasur në 2021-shin, e kemi pasur në 2023-shin, për kohëra që dikur mendoheshin të pamundura, dhe nuk e kuptoj pse në 2025-ën ky do jetë një rezultat që do jepet në orën 8:30 të mëngjesit. Mendoj që do ishte shumë e bukur. Ka një pyetje nga Dash Sula. Zonja Luarasi, Partia Socialiste a ka bërë ankesë kundër vendimit të KQZ-s të Komisionit Rregullator, i cili është një instancë më lartë, siç ndodhi rasti i Vlorës që nuk u shty në afati i votimit në Vlorë. Ka, sepse du të ndjekë rrugën e ligjore, nuk jeti pa drejt, edhe unë mendoj që është i pa drejt, pa diskutim, as bëhet fjalë, apo KZZ-ja, vetë KZZ-t, keni informacion që KZZ-ja nuk ka marrë një vendim, ose pse nuk e zbaton ligjin, se nuk du të udhëhiqen nga një vendim i KQZ-s. Se keni atarë të tuaj. Nuk mendoj se kanë... Jo, ka kompetence. KQZ-ja ndërhyn kur ka paregullsi
kur ka një ngjarje, kur ka një shtrembrim, kur ka një motiv shumë të fortë, për çfarë motivi, ç'është është argumentimi i KQZ-s? Çfarë ka ndodhur që nuk del rezultati? Unë mendoj që kjo është një pyetje që duhet i drejtohet KQZ-s dhe nuk na mund të na drejtohet ne. Unë di që qendrimi politik i partisë qendrimi politik i Partisë Socialiste me disa deklarata, me disa përfaqësues politik Partisë Socialiste është thirrja ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për ta publikuar sa më shpejt rezultatin e këtyre dy zonave që janë pasur për proces elektronik. Nuk e kam parë këtë gjë, më fal ta mbaroj se nuk arrim të flasim të dy në një kohë, nuk e kam parë këtë gjë nga ana e përfaqësuesve të Partisë Demokratike, edhe pse jam përpjekur gjatë gjithë kohës të kuptoj nëse ata kishin një qendrim për këtë, nuk ka pasur asnjë qendrim të tyre. Kështu që nuk di të them tani, ju bëheni vetë deduksionin e kësaj, po thirrjet politike nga ana e Partisë Socialiste kanë qenë gjithmonë për t'i bërë thirrje Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të publikojë rezultatin e numërimit elektronik në Vorë dhe në 110 në Tiranë. Zonja Luarasi, keni një indicje se sa do të jetë rezultati në Tiranë? Rezultati në Tiranë, unë mendoj që pas një lloj diskutimi është 19 mandate, por po synohet, po flitet edhe për një mandat të 20. Për një 20, nga ana e Partisë Socialiste. Pak më parë, nga selia e Partisë Demokratike ishte Belind Kolliçi, që kishte një denoncim për një incident të ndodhur ditën e sotme. Keni një koment? Nuk kam asnjë koment për këtë, sepse mendoj që ka dalë një përgjigje zyrtare e Partisë Socialiste për këtë, edhe kanë folur palët e interesuara, sepse vërtet nuk është se kam në një dieni për atë që ka ndodhur. Me aq sa kam dëgjuar një zyrë e përdorur nga funksionar të Partisë Socialiste, siç janë gjitha zyrat që mund t'i përdorin njerëzit në mënyrë private apo qoftë edhe me statusin e tyre politik, po nuk duhet të ngatrohem me këtë histori për sa kohë që Besar Xhaveri që është në studio pyet pse vrapuan njerëzit, nëse ishte thjesht një zyrë elektorale që nuk di të ta them, domethënë nuk është se kam parë këtë gjë, kështu që mendoj që do ishte më e mirë të pyesnit njerëzit që janë pjesë e kësaj situate, se jam e sigurt që ata kanë një përgjigje për ju për këtë. Edhe një pyetje të fundit për sa i përket Sa ata kanë përgjigje, mund të lidhemi me Inkeleda Imerajn, ta pyesim pse vrapoi me kapuç me çantë si ninja? Edhe në pamje filmike ishin hartat elektorale, pastaj nuk ishin më laptopët, gjërat. Me fjalë, a i shkon një zonjë të Silicon Valley të vrapoj si ninja? Pra, me çantë? Varet nga peshë që ka pas? Se kam parë këtë gjë, kështu që duhet ta shoh të thënë që si nuk e keni parë, është kudo. Nese, gjithsesi, me qenë se keni parë, no comment, dakord. Në të gjithë Shqipërinë, sa mandate merrni, zonja Luarasi, pasi ka përfunduar procesi i votimit? Shiko, unë nuk është se dua të përfshihem në këtë pjesën e spekulimeve, po mendoj që pa asnjë dyshim do jetë mbi 74-75 mandate. Ajo që ti shikon në këtë moment kur ti flet me njerëz që janë përfaqësues të Partisë Socialiste në zonat ndryshme zgjedhore të Shqipërisë, aty ku ka filluar në një pjesë të mirë numërimi, ti mendon që mund të jetë totalisht e mundshme edhe 78 mandate. Ju falenderoj shumë, nuk e di nëse Raimonda Lajthia ka ndonjë pyetje për zonjën Luarasi, në të kundërt falenderoj shumë për këtë dalje direkt nga selia e Partisë Socialiste. Mund të them vetëm një gjë me që keni zotin Xhaferi aty në studio, që si një njerëz i komunikimit politik ai duhet ta di shumë mirë që momentin kur ndodhin ndryshimet, ka një numër të jashtëzakonshëm votuesish dhe ajo tregon që në mëngjes tregon trendin e ndryshimit të qeverive. Për fatin e mirë, kjo është patjetër. Atëherë, unë mendoj që ka edhe një rënje të përgjigjes së njerëzve që nuk ju janë përgjigjur angazhimit edhe mobilizimit të makinerisë tuaj patronazhiste. Sepse pjesëmarrja e orarit 17 mëngjesit është më e ulta. Kështu që janë të dy anët e medaljeve, sepse në Shqipëri njerëzit në Shqipëri e dinë se si dalin në votime, kur ka pjesëmarrje të larta, i nxirrni ju me lista.
Pra, i nxirrni ju me lista, pra. Jo, unë mendoj që në mandatin e 4 nuk i nxirr dot njerëzit me lista. Por megjithatë zonja Luarasi, kur ti nuk i motivon dot, nuk jep atyre shpresë, ata rinë në shtëpi pastaj edhe kanë shumë të thjeshtë. Për karrierën tuaj në shoqërinë civile e të gjithë të tjerat, nuk mendoj se jeni ekspertja më e mirë e politikës për elektorale, pra që të mbësh këtë lloj deduksione. Nuk e kam mbajtur vetëm ndonjëherë, por di që trendi në çdo vend ku ndryshon qeveria ka lidhje gjithmonë. Okej, unë të dëgjova dhe mendoj se ke shumë të drejtë, por është në çdo manual politik, edhe me njohuritë e mia, jo aq të mëdha siç ju thoni në fushën e politikës. Por në manualet politike të demokracisë. Është e thënë, më lër ta mbaroj. Është e thënë në të gjitha prej këtyre dhe është trend në të gjithë botën që kur ndryshohen qeveritë, numri i votuesve është gjithmonë i jashtëzakonshëm. Kjo është ajo që tregon që në mëngjes, pa parë fare numrat e njerëzve, kur ti shikon numrin e votuesve të madh, mendon që gjithmonë ka një trend për ndryshuar qeverinë. Kjo sot nuk ka ndodhur. Me thënë ju jeni optimist dhe të kënaqur që qytetarët nuk kanë marrë pjesë masivisht në votime? Janë të kënaqur që shqiptarët largohen nga Shqipëria. Nuk mendoj që ka lidhje me këtë. Mendoj që në qoftë se se nuk mund të flasim nga që nuk kam privilegjin të jem në studio. Sepse kryeministri ju ka bërë thirrje qytetarëve që nëse nuk votojnë PS-n të mos dalin në votime fare. Domethënë ju dakordsoheni me këtë? Unë mendoj që një numër prej 41% në rang kombëtar, 42%, shtoj këtyre edhe votën e diasporës që e bën diku tek 50%, është një numër absolutisht shumë i mirë për të krijuar një qeveri përfaqësuese. Aq më tepër në qoftë se do të referohemi, po sikur jo, nuk ndodh ndryshimi nga pikpamja e ndryshimit të qeverisë. Në qoftë se do më dëgjosh me vëmendje, po them që qeveria që është dhe që do vazhdoj është përfaqësuese, sepse ke 42% të votuesve në Shqipëri dhe përqindjen e atyre që votojnë në diasporë, që e bën në 50% gati qeverinë përfaqësuese, por që nuk sjell ndryshimin e dëshiruar nga ana juaj, kaq shumë e thjeshtë. Unë mendoj që nuk kanë votuar 42%, për mua kanë votuar 80%. Pse? Të banorëve këtu. Tani, këtë duhet ta thotë... Unë po i referohem vetëm shifrës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe asgjëje më shumë. Si pas census në Shqipëri, që është bërë vitin e kaluar, ke 2.400.000 qytetarë. Pleq, plaka, kalamaj, 19 vjetë që gjithë. Që do të sot, kanë votuar sot në mosgabër rreth 1.5 milion, që pas census, që unë menoj që nuk janë as 2.4, ja më pak, do të thotë që kanë votuar 80%. Të atyre që kanë drejt vote. Se 20% janë 9-18 vjeç. Okej, mirë, se kemi dhe 2 lidhje të tjera para. Unë tani po i referohem vetëm qendrave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nëse ju dini më shumë se kaq, e keni të drejtën tuaj të vini emrin tuaj këtyre shifrave. Zonja Luarasi, faleminderit, Raimonda Lejthia, faleminderit. Shkojmë në Kukës, ndërkohë është Mimoza me drejtuesin politik Partisë Demokratike, zotin Flamur Hoxha. Mirëmbrëma edhe një herë Mimoza, mirëmbrëma zoti Hoxha. Mirëmbrëma për mëngjes. Ende nuk ka gdhir, edhe pse di që për ju do të jetë një natë gjatë. Zoti Hoxha, ka nisur ndërkohë procesi numërimit? Po, ka më shumë se një orë që ka nisur në Kukës, njëkohësisht ka nisur edhe në Has. Presim njoftimet për nisjen e procesit të numërimit në Propoj. Kemi rezultatet para? Janë numëruar pak kuti, nësa dim 2-3 kuti dhe nuk besoj që janë pjesë e rezultatit përgjithshëm që ne presim. Gjithsesi, nuk kam informacion të saktë për numrin e saktë 2-3 kutive. Po. Rezultatet e saktë të kutive të para të hapura dhe të numëruara në Kukës dhe në Has. Rezultatet e para janë për Partinë Socialiste në Kukës gjithmonë. Kanë squar 76 vota, kryeson Partia Socialiste, Partia Demokratike ka marrë 48 vota, Partia PSD-ja ka marrë 23 vota dhe
vetëm një votë shkon për lëvizjen bashkë. Ndërkohë për të kaluar pak në Bashkinë e Hasit, Partia Demokratike kryeson me 119 vota, gjithmonë rezultati për Bashkinë e Hasit. Partia Socialiste ka 45 vota dhe PSD-ja ka 47 vota, pra 2 vota më shumë sa Partia. E kuptoj. Me këto ritme, kur pritet që të përfundoj procesi i votimit, i numërimit dhe një pyetje për zotin Hoxha, pret do një surprizë në këtë qark apo është gati e mbyllur 2-1 për Partinë Demokratike? Për koalicion. Unë nuk përqen të flasim para kohë dhe pritshmëritë e kemi për të fituar qarkun Kukës, por mendoj që është më mirë që ndoshta në orën e vijim kur të informohemi më shumë për shumë mbi 30 apo 40% votive mund të japim një parashikrim, por pritshmëritë tonë janë për ta fituar qarkun Kukës. Të kuptoj. Të falenderoj shumë, ju uroj, faleminderit edhe me Moza, ju uroj një natë sa më të qetë edhe të lehtë, edhe pse do t'jetë me goxha ngarkesë edhe punë. Shkojmë në lidhje direkt me komisionerin zotin Ilirian Celibashi. Ndërkohë i themi miropafshim edhe natë e mirë dashnor Sulës. Ervin Koçi nga Dysjenen. Komisioneri ju thoni që ka nisur procesin ndarjes së zarfeve. Nuk e dëgjoj. Ju thoni që ka nisur procesin ndarjes së zarfeve, ndërkohë shohim që procesi është bllokuar për shkak një vendimarrje politike të një subjekti garues. Çfarë fuqie ka KQZ-ja në këtë rast për zhbllokuar procesin dhe çfarë do bëhet me votat e Greqisë kur porosia është thënë tekstualisht bllokoni të gjithë zarfet e Greqisë? Me sa duket, mesazhet që përcollëm në përfundim të procesit të votimit nuk kanë rezonuar shumë mirë për të gjithë. Jemi duke e vlerësuar këtë situatë, kemi komunikuar me antarët e grupeve të numërimit dhe të Komisionit Administrimit të numërimit dhe të vlerësimit të votave nga jashtë për ta zgjidhur këtë situatë, sepse është në kompetencën e tyre, është në kompetencën e antarëve të grupit të numërimit për të vendosur dhe për të vlerësuar çdo zarf, themi, dhe eventualisht çdo flet votimi. Nëse ata nuk marrin këtë vendim e merr Komisioni i Administrimit të votave nga jashtë, duket që kemi të bllokuar situatën, të paktën për qarkun e Korçës. Do të marrim një vendim në lidhje me këtë situatë. Besoj shpejt tani, jemi duke e vlerësuar, edhe po bëjmë të gjitha përpjekjet që procesi të eci. Komisioner, nuk është mirë që përfaqësues politik angazhohen në procesin e numërimit. Janë këtu me gjithë të drejtën dhe privilegjin të themi të tyre për ta vëzhguar dhe për ta monitoruar këtë proces, por ndërhyrjet në proces janë të papranueshme. Zotit Celibashi, më falë lesional, vetëm për vazhdim. Komisioni i Administrimit nga vota nga jashtë është i përfaqësuar me antarë të barabartë nga të dyja forcat politike. Çka do thotë për aq kohë sa koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore i ka dhënë urdhër të vetëve që mos të vijojnë me procesin e numërimit të votës, logjikisht edhe antarët e Komisionit të Administrimit të votës nga jashtë do të kenë të njëjtin urdhër. Ky vendim do t'ju takojë juve drejt për drejt. Do të prisni gjatë derisa Komisioni i Administrimit për votën nga jashtë ta marrë këtë vendim apo të ndërhyni për mos ta bllokuar procesin. Po presim që megjithëse për Korçën e ka finalizuar këtë vendim, ky komision do të marrin ne një vendim për ta zgjidhur këtë situatë. Po kjo për ju nuk është një gjë e papritur, ju e dini këtë, keni ditë që e dini, ndërkohë që kjo që po na thoni tani është e njëjta gjë që na tha 3-4 orë më përpara, ndoshta më shumë. Sa kohë ju duhet për të marrë një vendim dhe për kuptuar situatën, ndërkohë që Flamur Noka dhe Taulant Balla janë duke treguar muskujt në komisionerëve reciprok, kush të urdhëroi më shumë dhe kush të lezorin më shumë. Është pak po e sigurt që me çfarë do lloj veshje, askush nuk mund ta sfidojë ligjin. Në pamje të parë mund të duket sikur mund ta sfidojë ligjin. Ne kemi gjithë qetësim për të marrë vendimet që duhet. Nuk është çështje kohe, është çështje se si do duhet të vendosësh dhe si do duhet të disponosh. Tani e kemi këtë rrethan, tani që kemi këtë rrethan do ta vlerësojmë. Në mënyrë hipotetike nuk mund ta vlerësonim.
Komisioner, kur vota e diasporës bllokohet dhe votimi elektronik bënohet, kush po fiton kohë, institucionet apo një opozitë që nuk e pranon humbjen? Kam vështirë të jap një opinion në lidhje me këtë, sepse është vërtet një opinion. Është vetëm çështje kohe kur çdo gjë kthehet në shinat e ligjit. Edhe nëse dikush ka iluzioni që qoftë edhe me pragmatizëm apo me taktika të caktuara, dëshiron që ka interes ta sfidoj ligjin, është thjesht çështje e kohe dhe nuk po flas ditësh, muajsh apo vitesh. Për ne është e rëndësishme që vendimarrjet të jenë të qarta për çdo dhe të pakontestueshme nga kushdo. Në fakt, orët të fundit është vënë re që ju keni qenë shumë zemërgjër me një subjekt garues. Pyetja është të drejt për drejt, a është KQZ një institucion kushtetues i pavarur apo një zyrë ndjenjash që i plotëson, mund të themi, tegat një subjekti garues? Natyrisht që jo, por gjithsekush bën vlerësimin e vet në lidhje me akte dhe vendimarrjet të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Me sa duket dikujt i mungon qetësia dhe aftësia për të vlerësuar ashtu sikurse duhet të gjithë elementët që lidhen me një proces zgjedhor i cili zhvillohet në një konfliktualitet të ashpër politik. Asgjë nuk është përshqesh prej KQZ-s, thuaj se gjithçka është përshqesh prej politikës, natyrisht jo e gjitha në të njëjtën masë. Dikush është ndryshe, patjetër. Komisioner, kam dy pyetje. Para lidhet me situatën që po krijohet aktualisht këtu me të dy përfaqësuesit e forcave politike. Së pari, a është kërcënim direkt për komisionerët mesazhet që japin të dy përfaqësuesit politik, si nga ana e Partisë Socialiste ashtu edhe nga ana e Partisë Demokratike, ku i fundit duket që e kishte ndoshta edhe mesazhe më të drejtë për drejtë dhe me ton kërcënues. Së pari, dhe çfarë mund të bëhet për këtë, dhe së dyti, sa kuptim ka të ruhet ende rezultati i njësisë së 10 edhe i Vorës për aq kohë sa kanë dalë pothuajse disa rezultate nga qendrat e votimit që kanë qenë atje? Është një numër qendrash votimi për të cilën gjatë procesit të mbylljes së votimit tani më e kemi rezultatin, por e kam bërë këtë shpjegim në lidhje me përse vendosëm që rezultatin e Vorës edhe të njësisë 10 ta shpallim ditën e nesërme. Kjo nuk cënon as pak as integritetin e votës, si të shpallet sot, si të shpallet nesër. Nesër shpallet shumica e rezultateve edhe të njësive të tjera zgjedhore. Kuptoj shumë mirë dhe e mirë kuptoj gjithë konsideratën tjetër për aktin e marrë nga ana jon, por mendojmë që i kemi kontribuar më mirë integritetit të procesit zgjedhor në këtë mënyrë dhe evitimit të çdo kontesti qoftë edhe bazuar në pretekste. Zoti komisioner, zgjatja e afatit për të dhënë dhe rezultatin e diasporës së njësisë 10 dhe Vorës, a nuk mendoni ju se heq edhe në një farë mënyrë besimin e qytetarëve të cilët në fakt e shijojnë atë proces si një mundësi më e mirë për të nxjerrë rezultatet edhe më shpejt? Do të kishim preferuar përfshi dhe mua më së pari që rezultatin ta kishim shpallur me njërë mbas mbylljes votimit. Por mund të jetë gjykim dhe vlerësimi gabuar, nuk mundet asesi të mos e konsideronim këtë kërkesë të Partisë Demokratike, e cila në dhënien e konsensusit për implementimin qoftë në formë pilot të këtij projekti, interesi lidhej për të verifikuar se sa kredibël janë pajisjet. Fakti që pajisjet transmetojnë me njërë mbas përfundimit të procesit votimit është një fakt që askush nuk e kanë kontestuar, përfshi edhe ata vetë. Zoti komisioner, Partia Demokratike kërkon që votat e Greqisë, vetëm votat e Greqisë të trajtohen ndryshe nga votat e ardhura nga shtetet e tjera. A ekziston mundësia që vetëm votat e Greqisë të trajtohen ndryshe dhe të vijojë numërimi me votat e ardhura nga shtetet e tjera për të zhbllokuar procesin?
nuk mund të ketë një vlerësim en blok për të gjitha votat, qoftë të Greqisë, qoftë të Italisë, të Gjermanisë. Nuk mundet që për 20.000 apo 30.000 vota a priori të palidhura votimet e gjithë secili për atyre që kanë votuar të konsiderohen en blok të palishme. Besoj që është e qartë për këtë do në një lloj mënyre kjo situatë. Tani ata që numërojnë dhe ata që e menaxhojnë atë procesin janë ata që janë, nuk është rasti për ta bërë këtë diskutim, por vendimarrja është e tillë dhe do të jetë e tillë që kjo çështje të menaxhohet dhe të zgjidhet ashtu siç do duhet të zgjidhet. Dhe ajo çfarë vlen më së shumti është që pretendimet për çdo palishmëri do duhet të jenë të bazuara në prova. A ka paraqitur Partia Demokratike prova për këtë pretendim të saj tek ju? Deri tani nuk kemi në mënyrë zyrtare të paraqitura prova në lidhje me pretendimet për parregullësi të procesit zgjedhor në Greqi të votuesve nga jashtë. Faleminderit. Më fal. Oliver Dalmuça nga mësën në televizion. Zoti Celibashi, vëmë re që kemi tensione mes numëruesve këtu, po tensione ka pasur edhe gjatë ditës, ju e thatë vetë konfirmuat edhe 5% midis antarëve. Çfarë nuk ka ecur në proces? Po ka tension sepse përfshirja e përfaqësuesve politik dhe ju e pat aty vetë nuk e ndihmon, nuk kontribuon në marrëvajtjen e procesit. Nuk di se si ta adresoj mesazhin ndryshe për të kuptuar ata që nuk kanë punë me çfarë zhvillohet aty në vendin e numërimit të votave. Ndoshta duhet kishim marrë masat, mos ishim këtu në këtë rast, nëse arrim këtë pikë se dhe bëmë dhe revokim të vëzhguesve dhe ndoshta funksionoj. Janë të drejtën e tyre për të qenë prezent në procesin e numërimit, për të rritur, për të qenë të sigurt se çfarë ndodh në këtë proces. Është një proces që duhet të jetë i hapur, duhet të jetë transparent. Me sa duket këtë privilegj nëse të drejtë, më mirë të themi, që kodi zgjedhor ja u jep, dikush është duke e shpërdoruar. Zoti Celibashi, po komisionerët, po themi partijak, do duhet t'i binden partive të tyre, apo kanë edhe ato detyrime ligjore që duhet t'i përmbushen për të çuar, po themi, këtë procesin deri në fund? Absolutisht, pavarësisht mënyrës se si ata janë emëruar në atë detyrë, kanë obligimin për t'ju përgjigjur vetëm ligjit. Në këtë moment që po flasim, deri tani, këtë jemi përpjekur të bëjmë në komunikimin që kemi patur me ta. Faleminderit. Ka përfunduar kjo deklarat për mediat e krye komisionerit Ilirian Celibashi. Shkojmë në pak reklama dhe rikthehemi direkt me rezultatet, sepse deri tani në të gjithë territorin e Shqipërisë janë numëruar 20 nga 5225 qendra në të cilën është votuar dhe kemi rezultatet e para dhe ndarjen në mandate. Kështu që shkojmë në pak reklama dhe rikthehemi direkt në studio.